Pas 16 vit që jemi në opozit, shqyr Zotit që sot UAP e djatha Partia Demokratike, sot vajtën emrat e kandidatëve për kryetar të Partisë Demokratike që do bëhen në maj, në 23 maj kur do bëhet, shqyr Zotit që të marrë frymë partia, kandidatët janë të shumët, është doktor Ilir Ali Mehmeti, që ishte një shpresë e madhe e njerëzve, duheshe shumë para 2-3 vitesh doktor Ali Mehmeti kishte një, dhe sot ka hedhur kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike, është i pari, i dyti ka hedhur Tomor Alizoti, që është i djathtë të bio, ka hedhur kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike, shqyr Zotit që më në fund Partia Demokratike UAP dhe po fut frymën, kupton ti? Gaz Bardhi ka shënuar emrin për kandidat për kryetar të Partisë Demokratike. Gjek Markaj, se haroj emrin aty nëse e ka. Gjek Markaj, se e ka ju. Edhe ai ka hedhur kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike. Ka hedhur edhe se harova dhe këtë tjetrin, si e ka ky. Ja harova atë tjetrin. Nese, këta janë kryesorët, domethënë. Doktor Ali Mehmetin, Tomor Alizoti, Gaz Bardhi, Gjek Marka, janë ja 6-7, po nga që janë shumë si mbaj mend të gjithë. Kjo është një hapje e Partisë Demokratike që të marrë frymë pas 16 vit humbjesh, Partia Demokratike më në fund, UAP do marrë frymë, do hyn njerëz të rinj, si doktor Ali Mehmeti, doktor Ilir Ali Mehmeti që para 2-3 vitesh kishte një simpati në kampin e djathtë, edhe Tomor Alizoti që është i djathtë, më në fund do kandidoj dhe ai për kryetar të Partisë Demokratike. Gaz Bardhi, që e ka patur gjithmonë, që e ka si kshu ai, do me patjetër të bëhet kryetari i Partisë Demokratike. Gjek Markaj do bëhet kryetari i Partisë Demokratike. Edhe Luan Baçi më duket se ka hedhur kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike. Edhe Tritan Shehu, më duket, ka hedhur për kryetar të Partisë Demokratike. Tritan Shehu është një frymë e re në Partinë Demokratike, kështu që sot fryvi një erë e re për të djathtën. Më në fund do ketë zera kundër, se prandaj jemi të djathtë që zerat kundër të gjitha të jemi të gjithë bashkuar, fraksione të gjithë, dhe jemi mbledhur tani se na duhet çdo votë dhe jemi mbledhur, dhe tani ku do futet Rama tani që tërë këto mori frymë për daja tërë këto, neve tani jemi shkëlqyer, do presim tani zgjedhjet, fitoftëm i miri, edhe sa u bën se harova, do me thënë, doktor Ali Mehmeti 1, Tomor Alizoti 2, Gaz Bardhi 3, Gjek Markaj 4, Luan Baçi 5, Tritan Shehu 6, dhe doktor Berisha 7 kandidatura. 7 kandidatura për Partinë Demokratike, të zgjedhim, të bëjmë, të hynë, freski e madhe në parti, të shikojmë dhe me këto zgjedhje tregojmë dhe do ecim të sigurtën në zgjedhjet e 2027 dhe 2029. O bir i nenës, o bir. Nga Korsha, Ilir Venozi, puç.